kreu i ekzekutivit i të merruar nga vetja e tij nuk guxon të dalë në këtë platformë para qytetarëve dhe deputetëve për krimet e rënda, për problemet madhore që mbajnë autorsinë e tij. Ndërkohë, shqiptarët rrokullisen çdo muaj dhe më shumë në varfëri. Ai fluturon në 2 vite 23 milion euro fluturime me avion taksi. Tani u rikthye prapë. Mediat informojnë se në udhëtimin e fundit avioni shkon 300.000 euro. Parlamenti bllokohet në hetimin e tij. Ne deklarojmë këtu solemnisht se ne jemi opozitë dhe nuk do pranojmë, kemi shumë të qartë, që në këtë parlament asnjëri të qëndrojë mbi kushtetutën. Pse nuk vjen? Sepse mali i fakteve dhe dokumentave e gropos atë. Sepse ai vetë është kreu i sistemit korruptiv. Dhe se aferat e tij korruptive nuk lejohet të hetohen. Ku është djegësi i Tiranës 130 milion euro? Ku është? Ku është impianti për punimin të ujrave të zeza 120 milion dollar kredi japoneze? Ku janë? Ku janë? Qindra milion euro tjera të shpenzuara në rrugë. Ku janë? 240 milion euro të 100 fshatrave turistike.